Xhelozia është ndoshta një nga ndjenjat më të vjetra dhe më të ndërlikuara që përjeton njeriu. Disa e shohin si provë dashurie, të tjerë si shenjë pasigurie. Por ku është kufiri? A mund të ketë dashuri pas një ndjenjë xhelozie? Apo mungesa e saj tregon ftohtësi emocionale? Na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar më shumë për këtë ndjenjë të fortë që mund të ruaj, por edhe të shkatërrojë një marrëdhënie. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Mikesha të programit Shpresë për ty, përshëndetje dhe mirë se vini në takimin ton të sotëm. Për ne është gjithmonë kënaqësi që na ndiqni dhe lutemi që përmes programeve tona ju të mësoni, por njëkohësisht edhe të gjeni inkurajim në kohë nevoje. Unë jam Marta dhe unë jam Dena, ju përshëndes të gjithave. Sot do të flasim për një ndjenjë të fuqishme që është shumë e natyrshme për njeriu që nga krijimi. Do të flasim për xhelozinë. Në fakt, Arta, duhet të themi se aq shumë gjëra kemi zbuluar për xhelozinë saqë vetëm një program nuk mjaftonte për ta diskutuar atë. Kështu që edhe programi i ardhshëm do të jetë për këtë temë. Sot do të flasim për xhelozinë e ëmbël, le ta quajmë kështu, edhe për xhelozinë toksike që është vërtet e rrezikshme dhe sjell shumë pasoja të rënda deri tek dhuna në familje dhe tek vrasja. Fatkeqësisht kjo është shumë e vërtetë, Dena. Prandaj edhe në programin e ardhshëm ne do të diskutojmë për disa mënyra për të shpëtuar nga kurthi i rrezikshëm i xhelozisë. Por, le të fillojmë duke përkufizuar se çfarë është xhelozia. Xhelozia është një ndjenjë emocionale e trazuar që lind kur ndjejmë se diçka ose dikush kërcënon një marrëdhënie apo një lidhje që për ne ka rëndësi. Ajo përfshin pasiguri dhe ndonjëherë zemërim që vijnë nga ideja se mund të humbasim dashurinë, vëmendjen apo rëndësinë që kemi për dikë. Në thelb, xhelozia nuk ka të bëjë vetëm me dashurinë romantike. Ajo mund të ekzistojë edhe mes miqve, familjarëve apo kolegëve. Për shembull, dikush mund të ndihet xheloz kur një mik i afërt afrohet me dikë tjetër ose kur dikush merr vëmendjen që dëshiron ta ketë vetëm ky person. Pra, xhelozia nuk është urrëtie apo ligësi. Ajo është një reagim i brendshëm që tregon se diçka për ju ka shumë vlerë, por njëkohësisht zbulon dhe pasiguritë dhe frikrat që keni se mund ta humbisni atë. Në disa raste, xhelozia mund të jetë e lehtë dhe njerëzore që ju bën të kujdeseni më shumë, por kur bëhet e fortë dhe e pakontrolluar, ajo shndërrohet në ndjenjë toksike që dëmton marrëdhënien dhe njëkohësisht edhe vetë personin që e ndjen atë. Një nga pyetjet që bëhet më shpesh është: a është normale të ndjesh xhelozi në një marrëdhënie të shëndetshme? Psikologët thonë se është plotësisht normale të ndjeni xhelozi në një marrëdhënie edhe kur ajo është e shëndetshme. Në fund të fundit, siç e tham, xhelozia është një ndjenjë njerëzore që lind kur kemi frikë se mund të humbasim dikë që për ne është i rëndësishëm. Kështu që deri diku kjo ndjenjë tregon se ne kujdesemi dhe kemi ndjenja. Por ndryshimi është tek masa edhe mënyra se si e përjetojmë. Një xhelozi e lehtë mund të jetë e natyrshme, madje edhe ëmbël, sepse tregon që e vlerësojmë një person. Por kur ajo fillohet të kthehet në dyshim, kontroll apo nevojë për ta mbajtur personin tjetër nën vëzhgim, nuk është më dashuri, por pasiguri. Në fakt, Dena, psikologët thonë se në shumë raste xhelozia ka më pak të bëjë me personin tjetër dhe më shumë me vetbesimin ton. Nëse ndihemi të sigurt në veten ton dhe në lidhjen që kemi, ne nuk kemi arsye të ndjejmë frikë apo konkurrencë, por nëse brenda nesh ka pasiguri, ajo shfaqet menjëherë përmes xhelozisë. Në thelb, xhelozia nuk është as plotësisht e keqe, as plotësisht e mirë, le të themi. Ajo është një ndjenjë që duhet kuptuar, jo mohuar, sepse sa më shumë ta kuptojmë, aq më lehtë e kontrollojmë. Do të doja të theksoni, Marta, se ka një lloj xhelozie që është e ëmbël, le të themi, edhe një lloj xhelozie që është toksike dhe shumë e rrezikshme. Por si mund t'i dallojmë këto të dyja? Xhelozia e ëmbël është ajo ndjenjë që vjen nga dashuria, por jo nga frika. Është ajo ndjenjë që na kujton se personi tjetër është i rëndësishëm për ne. Për shembull, kur partneri ynë i buzëqesh dikujt, edhe ne ngacmohemi pak nga kjo gjë, por e kalojmë me humor dhe nuk kemi nevojë ta kontrollojmë. Thjesht ndjejmë diçka njerëzore. Në fakt, kjo lloj xhelozie shpesh e forcon lidhjen, sepse tregon kujdes, interes dhe ndjeshmëri. Nga ana tjetër, xhelozia toksike nuk vjen nga dashuria, por nga pasiguria dhe nga frika se mos humbasim kontrollin.
Ajo shfaqet kur fillon të dyshojmë për çdo gjë, kur kërkojmë prova, kur bëhemi posesiv, kur përpiqemi të kufizojmë lirinë e personit tjetër. Kur arrin në këtë pikë, nuk është më kujdes, por mungesë besimi. Pra, dallimi është i thjeshtë. Xhelozia e ëmbël na afron me partnerin apo njerëz të tjerë të dashur për ne. Xhelozia toksike dal nga dal na shtyn larg tyre. Pra, nëse xhelozia na bën të sillemi më mirë dhe të kujdesemi më shumë, ajo është e shëndetshme. Nëse na bën të dyshojmë, të kontrollojmë apo të humbasim qetësinë, është shenjë që diçka nuk është në rregull brenda nesh apo në marrëdhënie. Siç e tham, xhelozia shpesh ka dy rrënjë: mungesën e vetbesimit dhe frikën e humbjes së një personi që duam. Kur nuk ndihemi plotësisht të sigurt në veten tonë, mendojmë se nuk jemi mjaftueshëm apo se dikush tjetër mund të jetë më i mirë se ne, atëherë çdo vëmendje që partneri i jep dikujt tjetër mund të ndihet si një kërcënim për lidhjen tonë. Kjo është xhelozia që vjen nga pasiguria personale. Por edhe njerëzit me shumë vetbesim mund të ndjejnë xhelozi, sepse kur e do shumë dikë, lind frika e humbjes. Dhe kjo është një ndjenjë natyrshme. Askush nuk dëshiron ta humbas personin që e bën të ndihet i dashur. Dallimi është se personat që kanë vetbesim të lartë e pranojnë ndjenjën dhe nuk lejojnë që ajo të kontrollojë sjelljen e tyre, ndërsa personat me vetbesim të ulët përpiqen t'i kontrollojnë të tjerët për të qetësuar frikën e tyre. Si përfundim mund të themi se xhelozia mund të tregojë se sa shumë e duam dikë, por edhe se sa pak i besojmë vetes. Në këtë rast, sa më shumë të punojmë me vetbesimin ton, aq më pak pushtet ka mbi ne frika e humbjes. Tani, le të flasim pak për një pikë shumë të rëndësishme, Arta, që duket se vërtet është kthyer në një fenomen problematik në shoqërinë e sotme: rrjetet sociale dhe xhelozia. Ky zhvillim i teknologjisë e ka ndryshuar shumë mënyrën se si njerëzit i përjetojnë marrëdhëniet dhe bashkë me to edhe mënyrën si ndjejnë xhelozinë. Në të kaluarën, xhelozia vinte nga gjëra konkrete, një bisedë, një shikim, një mungesë apo një fjalë pa qartë. Sot, ajo lind nga gjëra të vogla, virtuale, që ndonjëherë s'kan asnjë kuptim real. Një like, një emoji, një koment, një ndjekës apo ndjekëse e re. Shumë e vërtet, Dena. Ne jetojmë në një botë ku çdo veprim online është i dukshëm, i interpretuar dhe shpesh i egzageruar. Dhe për shumë njerëz kjo e bën xhelozinë më të ndërlikuar dhe më të fortë. Nga ana tjetër, në rrjetet sociale, krahasimi është i pandalshëm. Njerëzit shohin çiftet e tjerë që duken të përsosur, që postojnë foto të lumtura, që bëjnë gjeste dashurie apo që tregojnë mirëqenie dhe në mënyrë të pavetdijshme ndoshta fillojnë të krahasojnë marrëdhënien e tyre. Pse ai nuk poston foto me mua? Pse ajo nuk më përmend asnjëherë? Pse nuk kemi foto si ata? Kështu ndjenja e xhelozisë nuk lind vetëm nga partneri, por edhe nga imazhet që shohin tek të tjerët. Në një farë mënyre, rrjetet sociale e ushqejnë pasigurinë personale, sepse krijojnë iluzionin se dashuria duhet të duket bukur edhe në ekran, jo vetëm të ndihet në realitet. Nga ana tjetër, shumë njerëz përdorin rrjetet sociale për të provokuar vëmendje, ndonjëherë pa e kuptuar. Një postim që duket i pafajshëm mund të shkaktojë reagime, pyetje, dyshime. Kështu komunikimi bëhet më i ndërlikuar dhe besimi më i brisht. Por në thelb, rrjetet sociale nuk janë problemi i vërtet. Problemi i vërtet është mënyra se si ne përjetojmë ato që shohim. Nëse një lidhje ka besim, asnjë like nuk e trondit atë. Por, nëse ka boshllëshe, rrjetet sociale i thellojnë më shumë ato. Nëse një person ka vetbesim, nuk e lexon çdo reagim si kërcënim. Por nëse ai ndjen pasiguri, çdo gjë e vogël bëhet arsye për dyshim. Pra Dena, mund të themi se realisht rrjetet sociale janë si një pasqyrë që zbulojnë dinamikat e brendshme të një marrëdhënieje. Aty ku ka dashuri të qetë e besim, nuk ka vend për dramë, por aty ku mungon siguria dhe komunikimi, çdo gjë virtuale kthehet në realitet emocional. Prandaj ndoshta pyetja nuk është si ndikojnë rrjetet sociale në xhelozi, por si ndikojnë pasiguritë tona në mënyrën se si i përjetojmë ose menaxhojmë rrjetet sociale. E vërtet, Arta, por do të flasim më shumë për këtë në programin e ardhshëm. Ne ju ftojmë të vazhdoni të qëndroni me ne, sepse në pjesën e dytë do të ndaj me ju se çfarë thot fjala e Perëndis, Bibla, për xhelozinë. Ju sigurojmë se do të bekoheni shumë. Jemi rikthyer në studio mikesha të dashura, jeni duke ndjekur programin Shpresë për ty. Sot po flasim për xhelozinë, temë që do ta vazhdojmë edhe në programin e ardhshëm. Por tani le ta shohim xhelozinë nga një këndvështrim biblik.
Dhe në fakt arta, Bibla flet shumë për xhelozin si një ndjenjë shumë njerëzore, por edhe shumë të rrezikshme nëse nuk kontrollohet. Ajo e trajton xhelozin si diçka që fillon në zemër, por që nëse nuk frenohet, mund të çojë në mëkat, shkatërrim dhe ndarje nga paqja frymërore. Dhe ja disa mënyra se si mund ta shohim xhelozin nga këndvështrimi biblik. E para, xhelozia si ndjenjë njerëzore, por e rrezikshme. Tek Fjalët e Urta 27 vargu 4 thuhet: Tërbimi është mizor dhe zemërimi është i furishëm, por kush mund t'i bëj ballë xhelozisë? Bibla e përshkruan xhelozin si një ndjenjë shumë të fortë emocionale që është më e rrezikshme se zemërimi, sepse ajo nuk shfaqet menjëherë, por gërryen zemrën nga brenda, duke prishur paqen dhe dashurinë. Pra, Bibla nuk e mohon ekzistencën e xhelozisë, por na paralajmëron që të mos e lejojmë që ajo të hedhë rënjë brenda nesh. E dyta, Bibla e sheh xhelozin si diçka që lidhet me pasigurinë frymërore. Në shumë vargje, Bibla e lidh xhelozin me mungesën e dashurisë së vërtet dhe me krahasimin. Tek Jakobi, kapitulli 3, vargu 16 thuhet: Sepse atje ku ka smirë dhe grindje, atje ka trazirë dhe gjithë farë veprash të këqija. Këtu, smira, që është xhelozia, shihet si burimi i trazirës dhe veprave të këqija, si në marrëdhënie ashtu edhe në shpirtin e njeriut. Bibla e sheh xhelozin si kundërshtare të qetësisë dhe të dashurisë të pastër që vjen nga Perëndia. Dhe kur flitet për menaxhimin e ndjenjës së xhelozisë, Bibla nuk thot thjesht mos u bëj xheloz, por ajo na mëson se si ta ruajmë zemrën tonë. Tek Fjalët e Urta 14 vargu 30 thuhet: Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimbi brejtës i kockave, dhe lakmia është një nga format e xhelozisë. Kjo do të thotë se paqja e brendshme, besimi, falja dhe dashuria janë mënyra për ta mbajtur shpirtin të shëndetshëm. Xhelozia përkundrazi e konsumon njeriu nga brenda dhe e çon në një rrugë që nuk është as pak në përputhje me rrugën e Perëndisë. Sipas Biblës, për ta menaxhuar xhelozin, duhet të kultivojmë mirënjohjen, duke vlerësuar atë që kemi dhe jo duke lakmuar atë që kanë të tjerët. Duhet të lutemi për paqe dhe vetkontroll, sepse paqja dhe vetkontrolli janë fryte të frymës që e mbajnë larg xhelozin, dhe të forcojmë dashurinë e vërtet, sepse dashuria nuk ka smir. Bibla ka shumë histori ku flitet për xhelozin si një ndjenjë njerëzore që ka ndikuar në jetën e shumë personazheve biblike. Në këtë program, por edhe në programin e ardhshëm, ne do të ndajmë me ju disa histori që do t'ju bëjnë të hetoni zemrën tuaj nëse keni ndonjë rrënjë xhelozie brenda jush. Një nga historitë më të njohura e më të thella për këtë temë është historia e Kainit dhe Abelit, që mund ta lexoni tek Zanafilla kapitulli 4. Kaini dhe Abeli ishin bijtë e parë të Adamit dhe Evës. Kaini ishte bujk, ndërsa Abeli ishte bari. Një ditë, të dy i quan Perëndis dhurata nga puna e tyre. Abeli i ofroi Perëndis me dashuri dhe zemër të pastër më të mirën nga kopet e tij. Kaini gjithashtu bëri një ofertë, por zemra e tij nuk ishte e sinqertë. Ndoshta ishte më shumë detyrim se dashuri. Bibla thot se Perëndia e pranoi me dashuri dhuratën e Abelit, por jo atë të Kainit. Në atë moment, në zemrën e Kainit lindi xhelozia, një ndjenjë që filloi si trishtim, por u kthye në mllef edhe zili. Atëherë Zoti i tha Kainit: "Pse je pezmatuar dhe pse fytyra jote është dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se bën keq, mëkati po të ruante porta dhe dëshirat e tij drejtohen ndaj teje, por ti duhet ta sundosh." Ky ishte një paralajmërim i dashur që Kaini të kontrollonte ndjenjën e tij para se ajo ta pushtonte. Por ai nuk e dëgjoi Perëndin. I verbuar nga xhelozia, Kaini e vrau vëllain e tij Abelin. Kjo ishte vrasja e parë në histori, një vrasje jo nga urrëtia, por nga xhelozia. Kjo histori tregon se sa shkatërruese mund të bëhet xhelozia kur nuk menaxhohet. Ajo fillon si një ndjenjë e vogël krahasimi, por nëse nuk e ndalon, kthehet në hidhërim, zemërim dhe në fund të çon në mëkat. Zoti nuk e qortoi Kainin nga që ai ndjeu xhelozi, por nga që nuk e përballoi ndjenjën dhe nuk e vuri atë nën kontroll. Ai kishte zgjedhjen ta përulte zemrën, të mësonte nga Abeli të përmirësohej, por zgjodhi të shkatëronte, sepse xhelozia ja errësoi arsyen. Ja një kujtesë e fortë për çdo njeri. Xhelozia nuk vjen për të ndëshkuar, por për të mësuar diçka për veten. Nëse e kuptojmë dhe përballemi me të, ajo na forcon. Nëse e lejojmë të na udhëheq, ajo na shkatëron. Historia e Kainit dhe Abelit nuk është thjesht për vëllezërit,
por është për çdo njeri që lufton me krahasimin, me ndjenjën e mospërfilljes apo padrejtësisë. Një histori tjetër në Bibël që flet për xhelozin është historia e Sarës dhe Agarit, që mund ta lexoni tek Zanafilla kapitujt 16 dhe 21. Abrahami dhe Sara nuk kishin fëmijë, pavarësisht dëshirës së madhe të Sarës. Madje aq e madhe ishte dëshira e saj për të patur një fëmijë, saqë ajo i propozoi Abrahamit të flinte me shërbëtoren e saj, Agarin, dhe të kishte një fëmijë prej saj. Abrahami pranoi dhe Agari lindi Ismaelin. Por sapo Agari mbeti shtatzan, brenda zemrës së Sarës lindi xhelozia. Ajo filloi të ndjejë lënduar, zëvendësuar, e pavlerësuar. Nga ana tjetër, edhe Agari u mbush me krenari dhe e përçmoi Sarën. Kështu krijua një marrëdhënie e thyer nga xhelozia, ku asnjëra nuk ishte paqe. Kur Perëndia i premtoi Sarës se do të lindte djalin e saj, Isakun, ajo u gëzua. Por përsëri zemra e saj kishte mbetur e plagosur nga ajo ndjenjë krahasimi. Në fund, Sara kërkoi që Abrahami ta largonte Agarin dhe Ismaelin, dhe kjo shkaktoi ndarje dhe dhimbje. Këto janë histori shumë të bukura, Dena, nga të cilat mund të mësojmë shumë. Dhe siç e pam në këtë histori, xhelozia që vjen nga krahasimi dhe frika e zëvendësimit e shkatëron paqen e dashurisë. Edhe kur motivi është i mirë, në rastin e Sarës dëshira e saj për të patur një fëmijë, nëse mungon besimi tek Perëndia dhe tek vetja, zemra e njeriut mbushet me hidhërim e xhelozi. Pra, nga këndvështrimi biblik, xhelozia nuk është thjesht një problem emocional, por është shenjë se zemra ka nevojë për shërim dhe paqe. Dhe sa më shumë njeriu afrohet me Perëndin, aq më pak e ndjen nevojën të krahasohet me të tjerët apo të ketë kontroll mbi të tjerët, sepse dashuria që vjen nga Perëndia është e sigurt, e plot dhe nuk njeh frikë. Tek e para e Gjonit, kapitulli 4, vargu 18, na thuhet: në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën. Në letrën e tij të parë drejtuar kishës së Korintit, apostulli Paul përshkruan dashurinë hyjnore, dashurinë që çdo çift duhet të synojë. Ai thotë: dashuria është e durueshme, plot mirësi. Dashuria nuk ka smir, nuk vën në dukje, nuk krekoset, nuk sillet në mënyrë të pahishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën, i duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, mban çdo gjë. Dhe ky varg në fakt është kundërhelmi i xhelozisë. Ai na thotë se dashuria e vërtet nuk lidhet me kontrollin, por me lirinë, nuk lidhet me frikën, por me besimin. Mikesha të dashura, pak nga pak kemi mbërritur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Ju kujtojmë se mund ta dëgjoni këtë program dhe programet e tjera Shpresë për ty në YouTube, dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Albania playlista Shpresë për ty 2025 dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, mund të na shkruani për çdo pyetje, kërkesë për lutje, apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, në adresën TWR Albania, Kutia postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.